Lajmet e shumta nga politika I bëjnë deri diku të lodhshëm dhe të mërzitshëm televizionet e mëdhej. Por e kundërta ndodh në fakt me televizionet lokal, të cilët bëhen më të afërt me publikun, japin lajme më të thjeshta, lajme më të përditshme. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me TV Ersekën, me cilin ne do të lidhemi tani. TV Erseka. Miqë Ersekse dhe Erseksa, mirë mbrëma. Ju mund të na ndiqni në radio televizionin Erseka, po më mirë më shikoni në televizor se në radio nuk dukem shumë I bukur. Para se të pres telefonata tuaja, më duhet ja parashikimin e motit se e kishte fiksimin e biu. Parashikimi I motit. Ne nuk kemi asnjë të dhënë nga shërbimi meteorologjik, po pyeta I çik gjyshen edhe më tha që do t'i shkund breket shejtani, se I dhimnin kryqet e shkretës për qamet, vdiq, kështu që prisni shi të dashur miq. Ne bita mbarova porosin. Tani pres telefonata tuaja, kështu që ju uroj mirë se ardhjen telefonatës par. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Ham Halim, ç'kemi si jeti? Po nga mjofte që jam Halimi. Nga bluza të njëjta, po nga zëri, nga Halim. Që shki muhabet? Ha më si të kam, çfarë halli këti? Tani, unë telefonova para një ore për të folën me ty. Po më doli Nuria. E që thua ti vlla, pas I folim ca me Nurin, mbi hapjen e kuhtive, vendosëm të negociojmë kokë me kokë në truezë të mbyllur, domethënë. E kuptoj. Tani, shqetësimi im është ky. A ti them gruas unë që vajta e sqarova me Nurien? Po tashi, po do t'i vesh Nurie se rës tjetër me paterica, thua I gruas. Por jo ratë, pse do t'ja thuash, lëre fare? Po, unë nuk e mbaj do të fshetën gruas, jam I sinqert. I sinqert, a? E po, sinceriteti virtyti budallajt, I Halim. Por jo ratë, pse vërët më ndirë, mos ja thuaj fare, ja zëre se su takove me Nurien, ha? Faleminderit për këshillën, Mr. X. Kush ma? Mr. X. Jo po, Mr. X kërmoqër. Vlla, jemi të Erseka këtu o buri dhe dëgjoj Halim, X3, se të pas ka këpotur Nuria më rëndë pika mua, vlla, X3. Presim telefonat në radhës, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë dita, zonjë, urdhoni. Jam një mësuese, mo. Urdhoni. Kam një shqetësim për këtë brezin e ri që po rritim. Urdhoni, çfarë shqetësimi keni për brezin e ri, ju zonja mësuese? E po unë po pyesja një nxënës çfarë na jep dhia, më tha lesh dhe qumësht. Pa? E pyeta çfarë na jep lopa, tha na jep mësim. Po, më fal, në fakti, çfarë ju jep atyre? Mësim u jap, mo. E pa e ka gjetur djali, vërja vjetër, mos, a ja kun kotash. Vërja vjetër, tashi, mos u bëje ligë kot. Jo, more. Po kur unë po I flisja, pse më ofendoja I, më tha, ik mu I zuskë. Po që është ky brez, more? Këtu zonjë ke të drejtë dhe ja ku po bëj live në televizion një mesazh sensibilizimi. Të dashur nxënës, kjo mësuesja që po flet, ju edukon, ju mëson, ju shkollon. Çu duhet ju se ç'bën mësuesja pas orës të mësimit, ha? Ajo lutem shumë të. Je e kënaqur zonjë? Të lumtë ajo gojë, rofshë shumë faleminderit. Hajde, miru pafshim. Telefonat e radhës, alo, përshëndetje? Alo, mirë dita. Hajde më natën e mirë, po që mirë dita, mo, jemi mirë mbrëma, thua, jemi ndark. Flas nga Kanadaja unë. Përshëndetje Kanadaja, përshëndetje. Haj, shikoni të nderuar teleshikues të TV Ersekës. Me njerë pas i shtrim sinjali në fshatin Qinam në Kanadan diqemi. Po, si jeni ju nga Kanadaja? Po që Kanadaja, bo jam të fiku, të fiku. Të fiku? Të fiku jam. Pa më zdo? Në ke 5.000 lek borgjo. Unë kam të 5.000 lek borç. Kur, mëre? Po veto më the, po më morë në telefon sot se s'kam telefonua, sot ja 5.000 lek. Ke 5.000 lek borç. Unë ta thash lafi që vjen o buri dhe u tani, që është mua bet 5.000 lek borç. Po të prestu për jashtë të mbërësh emisionin, ma bësh 5.000 leka, të gjono. O te fik. O të gjohë se nuk takojmi do të pas emisioni se do shpije lopën e Demi. Po le ta qoj ju tato, do ta qosh ti lopën e Demi. Po, mirë më mirë, e qonë e bënë dhe I matë, po Demi e bënë më mirë o buri dhe... E o mirë që lopën, po të prestu për jashta. Mirë, takojmi nesë. Urdho, alo, së të t'gjoj, telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo, si jeti? Mirë, faleminderit, urdhoni. Kam një shqetësim, po kam turp, ta them. Po hajde ma thuaj në vesh atë.
Po thuaj me se këtë punë është ky emision. E po ja, unë kam disa kohë që më shftor marrëdhënia intime me bashkëshortin tim. Më raft spika, vëzda. Rastësisht një ditë u takova me një komshiun tonë ashensor. Edhe ai ma zgjoi pasionin e dikurshëm. Pas disa ditësh takova një komshi tjetër në ashensor. Edhe ai ma zbuloi zjarrin që fshihej brenda meje. Po më falë, zonjë, ku qëndron problemi këtu se marrëveshëm? Halli im është ky. Pa. Mos ka ndonjë magji në ashensor që më ndodhin këto mua? Dëgjo, zonjë, më falë, po ti që në ke smur, më zonjë. Po hajde, thuaja këtë gjë burrit tim, sa i më thot që jam kurv. Jo, unë vi po me ata ashensor që keni juve, nuk ma mbajnë do të veshkat, më zonjë, nuk ma hajtë, miru pafshim. Presë edhe telefonat në radhës, alo, përshëndetje. Alo, Pa? kara prap zjarë, bushat zjarë, e shtu shku gati ke shpia. Si? Kara prap zjarë, bushat zjarë, e shtu shku gati ke shpia. Ego, oqi, no, italisht, falë. Të nderuar teleshikues, sot po e mbyll emisionin pak më shpejt për qefin tim, se gjithmonë për qef të botës sa mbyllun, ju uroj të gjithve nga TVR Sera natën e mirë.